këtë situatë. Mirë, po çfarë po I bën pra partitë opozitare që të guxojnë të shkojnë në zgjedhje? Janë dy faktorë, mendoj. E para është shpërfaqja, domethënë e krejt tyne ambicieve të smura ideologjike për kontroll plot pushtetit tek qytetarët që kanë filluar me e kuptu. Pozicionimi I vjosës I presidentës Republikës Kosovës në këtë situatë ka ndihmuar me shpërfaqje jashtëzakonisht shumë komplet lëvizjen vendosje dhe listën guxo, si dhe caktimi I datës zgjedhjeve, çfarë ka qenë dhe çfarë duhet jetë ndikon direkt në rezultat. Janë këto disa faktorë që unë mendoj që pozita duhet me I pasit të favorshëm për zgjedhje parakoshme, tashmë, por që prapse kënë varet prej punës që bojnë partitë, sepse nuk munden me qenë veç këto faktorët edhe me ndryshu rezultatin. Unë shpresoj që kanë me u vetisu, kanë me u angazhu, kanë me punu. Ashtë faktori kryesor pra Zëramani presidentja Vjosa Osmani, sepse ajo kishte deklaruar kohë më parë, pra në një paraqitje publike kishte thënë që s'me heqin qafe lehtë dhe pritja është që ajo të kthehet në skenë politike përmes zgjedhjeve. Ai ka trimëruar edhe partitë opozitare fakti që Vjosa Osmani pritet që të dalë në zgjedhje, edhe pse ende nuk ka pra një le të themi vendim final ose një qartësi finale rreth kësaj situate. Absolutisht po, domethënë Vjosa Osmani është ndër faktorët kryesorë që do të ndikojnë në rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Mirë, po kemi edhe një reformim të subjekteve politike opozitare. Ne kemi një PDK që sot e shihni krejt ndryshe të paraqitën, figura të reja, figura profesionale, cilët e fitojnë çdo debat edhe në kuvend edhe kudo në aspektin profesional, qoftë në zgjedhjes po fitojnë pra, se 28 vjetorit tregojnë gjendën e kohës. Absolutisht, domethënë nuk vijnë ndryshime të shpejta, por është bën një ndryshim prej zgjedhjeve të kaluara, një ndryshim me figura të reja, figura profesionale, që mendoj që I jep një imazh shumë më të mirë PDK se sa që e ka pas më herët. Natyrisht I ndrua edhe gjenerat edhe dojnë me pa njerëz të ri, figura të reja profesionale edhe të cilat janë qasme edhe për votuesin, kështu që po patjetër që është shumë e saktë ajo që Vjosa Osmani ka qenë besoj faktori kryesor I shpërfaqjes maksimale të lëvizjes vendosje dhe Albin Kurtit apo kësaj qeverisje tash. A do të ndikojë rezultati pra nëse dalë në zgjedhje zonja Osmani? Qoftë me ndonjë listë, qoftë si le të themi nuk po e dim komponentën politike si, por kjo pastaj varet krejt prej aktivitetet të punës, njerëzve që I rrethon, ku do të vendoset, a do të bashkohet në subjektit politik apo do të bëjnë iniciativë të sajna. Domethënë janë momente në politikë që nëse vepron në përputhje me kërkesat e qytetarëve mundet me pas ndikim shumë të madh, po në politikë një hap bën e gabove, kthehesh në pikën 0 dhe është problem, kështu që kjo do të varet krejt prej veprimeve të cilat do t'i marrin edhe partitë opozitare, po edhe presidenti I Republikës Kosovës. Unë besoj që gjithë indikatorët janë në favor të opozitës dhe kjo është arsyeja pse me kaq ngul ndërgohen edhe në gjykatë kushtetuese, edhe marrja e seancës, edhe ky vendimi për shpërmbledhje të kuvendit, edhe gjithë kjo